Shiko, tash akoma është shumë e freskët për me fol për emocione, për ndeshjen, po besoj kështu të ftohtë, sa jam I ftohtë për momentin, besoj që një arritje shumë e madhe. Sigurisht që rruga e bukur sot është që rruga vazhdon, ëndra vazhdon për botërorin, kështu që sigurisht që festojmë këtë fitore, po prapë duhet të mendojmë edhe për kualifikimin e botërorit ose për play-offat, se vendi I parë është shumë I vështirë, po për paraqitjen, të them drejtën, fantastike. Sigurisht që ka pas raste Serbia, sepse ka cilësi shumë të mira sidomos në sulm, po besoj që ishim shumë kompakt, luftonim gjithë, dham gjithë shpirtin e fushat që besoj çdo tifoz ka pas sot dhe shpresoj që gjithë janë të lumtur për paraqitjen tonë. Po, sigurisht që dua t'i falenderoj së pari, sepse unë jam tash 19 vite këtu në kombëtare, sigurisht që kam përjetuar gjëra të rëndësishme për historinë e futbollit shqiptar, po këto duhet fos sigurisht në vendet e para, edhe sepse jemi kualifikuar 2 herë për Evropian, një nuk kam qenë, një isha, po prap këto duhet fos aty bashkë me ato dyja dhe besoj që një arritje shumë e madhe, faleminderit tifozëve. Sigurisht që I presim, festa sigurisht që nuk mbaron. Shpresoj që do jenë akoma të zgjuar. E bukur është që është sot e shtunë, kështu që sigurisht që janë akoma të zgjuar dhe do festojnë. Po I them të na presin, që jemi aty.